kur vija në Kukës në ato fillime me Limanin edhe me ndonjë nga shokët e tjerë të Kukësit që janë këtu dhe i përshëndes gjithë. Dhe Kuksi ishte një territor i zymt ku realisht nuk ishte asnjë arsye për të ndaluar, edhe ku realisht çdo gjë rreth e rrotullt thoshte largohu. Ndërkohë që sot, pa diskutim që ky është një qytet tërësisht tjetër. Unë e di shumë mirë që puna jonë nuk ka mbaruar, e di shumë mirë edhe dua t'i siguroj banorët e lagjes 1 edhe të lagjes 7 këtu në Kukës që projekti i transformimit të gjitha lagjeve të këtij qyteti do të përfundojë duke i transformuar dhe ato 2 lagje që kanë mbetur. Dhe besoj që është provë e faktit që jam vërtet shumë i vëmendshëm ndaj Kukësit, sepse mbaj mend edhe numrat e lagjeve, u bë 2-shi, u bë 3-shi, u bë 4-a, u bë 5-a, edhe është 1-shi dhe 7-a që duhen bërë. Ndërkohë që lagja e re është një pjesë e cila po ashtu kërkon adresim, por ajo që ka më shumë rëndësi të thuhet sot është që janë krijuar premisat që edhe Kuksi si qytet, edhe si bashki të hyjë me më shumë forcë në hartën turistike të Shqipërisë. Sot ne kemi një zhvillim që askush nuk e mohon dot, që është zhvillimi turistik i Tropojës. Dhe njësoj si Kuksi, edhe Tropoja, ishte një vend absolutisht i zhytur në zymti kur ne morëm detyrën. Dhe më kujtohet që kur i thoshim në Tropojë që këtu ne do zhvillojmë turizmin, askush nuk e besonte. Edhe nuk kishin faj që nuk e besonin, me thënë drejtën, se për shumë vite i besuan dikujt nga ata të vetët, edhe nuk pan asgjë të hajrit. Ndërkohë që sot Tropoja është në hartën turistike të Shqipërisë.